Byroja. Radio Byroja është sala ku ishin 2 sala të mbaja ku ishin vendosur marsat. Një parantezë t'ju bëj. Pa. E shikoni këtë kodër këtu? Gjithë kjo kodra këtu lart, gjithë këtu, kanë qenë të mbushura me antena. Gjithë kjo kodra këtu. Dhe po të hypësh lart atje, besoj do gjesh mbeturinat e atyre pikave ku mbështeten antena. Deri lart, që kapni sinjalin e dhënjes. Kjo është marrja. Këtu është gjithmonë jemi në marrjen e sinjalit. Këtu marrim sinjalin. Okej. Taston e transmetimit e kemi këtu, por do t'ju shpjegoj unë mirë. Tasto, shikon këtë rrugën këtu? Pa. 1 metër nën tokë, ato kablot e marsave, tastos kalornin këtu dhe ngjiteshin do ta shikojmë këtë kodër atje, do t'ja shpjegoj më vonë. Në kodër dajt. Kodër dajt, do ta shikojmë. Kjo si ka qenë atëherë? Kjo rruga tani është asfaltuar, ka shumë banesa. Si e mbani mend ju dikur? Tani shiko. Ja mendo vetëm kaq. Ky është rrepati, aty poshtë ka qenë parku. Parku i makinave të gatishmërisë, kur hikte ndonjëri me stërvitje, me kështu, me aparatura brenda që ishin BC dhe gazat 69. Me aparatura tepër moderne flasë, jo aparatura do kudo. Tepër moderne, ishin aparatura suedeze franceze. Dhe gjithë kjo ka qenë zonë e pabanuar. Kjo jo, këtu nuk kalon të asnjëri. Këtu kishte të drejt kalonte. Vetëm kush ishin pjesëtarët të reparteve 324, që ishin lart, shkollat diplomatëve, që ishin civila, që vinin bënin shkollën, kishin makinat e policisë që bënin ekzekutime, që zakonisht vinin natën, edhe neva. Absolutisht se kalonte njëri tjetër. Komplet zonë ushtarake. Po.